Shqipëria është e bukur e dheu të s'ka nevojë tjetër as femra as mashkull. Unë në fakt në mitingun e PD-s isha pjesë, po për arsye të fushatës detyrohesh ndonjëherë të dëgjosh edhe Ramën dhe po patjetër sepse kjo është politika, kundërshtarin sado i keq që është duhet ta dëgjosh. Nuk bëri asnjë premtim, nuk dha llogari për asnjë bilanc, nuk dha llogari për 3 burgje që ka mbushur plot me zyrtar të lartë, deputet, kryetar bashkish apo ish drejtor të përgjithshëm, 313 burgu i Durrësit dhe i Fierit. Nuk dha llogari për asnjë dështim të premtimeve të veta në 2013-ën. Nuk ishte e paqëllimshme tallavaja e ditës djeshme dhe nuk ishte e paqëllimshme fakti që ditën e djeshme në mitingun e tij nuk kishte asnjë flamur Partisë Socialiste. Pse? Sepse Rama tallavan ku detyron ministret, kryesisht gratë, të bëhen qesharake, të bëhen meme në sheshin Skënderbej. Kush u bë meme? E kishte, po zonja Kumbaro e të tjera. Ajo ishte ndoshta performanca më interesante, të qëllimshme, e kishte të qëllimshme, me qëllim që njerëzit të harrojnë bilancin monstruoz të 12 viteve, skandalet e gjithçka, dhe të fokusohen se sa qesharake mund të bëhet një ministre që kërcen në sheshin Skënderbej këngët e grupit Free apo të Golikut. Një arsye tjetër që më ra në sy ishte fakti që Rama nuk bëri asnjë premtim. Sepse duke mos dhënë llogari për dështime 12 vjeçare, s'bën dot më as premtime. Pra, dhe pse e kopjoi programin e Partisë Demokratike, e kopjoi për një arsye tjetër. E kopjoi në 100% vetën, me qëllim që njerëzit të mendojnë se programet janë njësoj, pra Rama mori copy-paste programin e PD-s dhe po e hedh në treg, dhe atëherë ne hajde fokusohemi në disa segmente të tjera. Nga ana tjetër, Partia Demokratike u bazua në programin social, pensionet, paga minimale, rritja ekonomike në tërësi, në programin ekonomik, taksa e shesh që është themeli i ekonomisë, se s'mund paguajnë më shtresa e mesme në Shqipëri 23%, ndërkohë që oligarkët paguajnë vetëm 15% atë taksën mbi dividendin e famshëm. U bazua tek 10%. Më keq akoma. U bazua tek zgjidhja e problemit pronave, u bazua tek infrastruktura, se nuk mund të flasim më në 2025-ën për qytetet tëra apo fshatra tëra me rrugë skandaloze ose fshatra pa rrugë fare, se jam një njeri terreni, bëj fushat në një qark, që më shumë se 25 fshatra të qarkut Vlorës, sot janë pa rrugë, në bashki të ndryshme. Dhe po flasim për njerëz që kanë probleme etike, po flasim për pushtetin i cili ka ndërtuar ligjin më kriminal që ka kontinenti Evropian, ligjin për investor strategjik. Do me thënë, një ligj që prodhon Olta Gjaçkën pronare me tokë të grabitur në Dërmi, Arben Pullumin strategjik në Radhin. Pra i merr 2 deputet, kushrinj për rastësinë në këtë rast, dhe i çon investitor strategjik. Po ka investitor të tjerë në Dërmi, nga këta strategjikët që dalin të bëjnë fushatën e Edi Ramës. Në ndërkohë, prona është e pronarëve. Pra, ne ju themi shqiptarëve që po, pronat zgjidhen brenda më pak se një vit, ato pronat të cilat nuk kanë konflikte gjyqësore, dhe nga eksperienca profesionale edhe si jurist, në më pak se 3 vite, ato pronat që kanë konflikte gjyqësore, që praktikisht janë sot në një proces gjyqësor, më pak se 3 vite përfundon procesi dhe jepen certifikatat. Nuk mundet më në Shqipëri të ketë banesa të ndërtuara në vitet e kohës së sistemit komunist, të cilat janë pa certifikata pronësie. Dhe këto janë problematikat reale të njerëzve. Nuk mundet më, jemi në 2025-ën, Edi Rama erdhi në qytetin tim, në Sarandë, dhe çfarë premtoi? Dha vetëm një premtim. Ujë të pishëm. Kjo është më përveç gjithçkaje tjetër është fyese. Do me thënë, ti 4 mandatet e fundit e ke vetë bashkin, ti 3 mandatet e fundit e ke vetë qeverin, dhe në ndërkohë, unë Bistricën e kam 8 km larg apo 9 km larg, vim në situatën që gjysma e qytetit nuk ka ujë, as në dimër 24 orë, e jo më në sezonin e verës ku ai qytet 4 apo 5 fishohet. Pra, problematikat e njerëzve janë ato që ne ju themi si zgjidhje, që problematikat kryesisht i ka shkaktuar ky lloj pushteti, kryesisht, jo të gjitha, dhe në ndërkohë, ky pushtet as nuk dha llogari për çfarë ka bërë keq, as nuk na shpjegoi pak ku e ka Lalierin,
Se prezantoi fushatën e Tiranës me Tallava, po mungoi kryesori, mungoi Lalieri. Ku është? Është në burg. Pse? Sepse Tiranës i është vjedhur një incinerator që s'ekziston. Jam gati të marr çdo qytetar Tiranës, që i njeh këto periferit e qytetit, të më bëj guid, se unë jam i ardhur në këtë qytet se kam kompleks, të më tregoj ku ndodhet incineratori i Tiranës, që ja ka vjedhur Erjon Veliaj. Pra këtë, Edi Rama duhet t'jap llogari. Duhet të jap llogari se pse në Shqipëri hidhen miliona euro për atë që quhet kopshti i Edenit në kryeministri, në ndërkohë që pensionet e pensionistëve shqiptar janë qesharake. Duhet na jap llogari për sistemin shëndetësor sot, që është më i dërmuar se kurrë. Dhe e kam fatin që kam punuar disa vite në sistem shëndetësor dhe e njoh mjaft mirë si sistem, e mjaft mirë problematikat. Këto probleme që ka sot sistemi shëndetësor, në shumicën dërmuese të tyre i ka shkaktuar qeverisja e Edi Ramës, kryesisht ministrat Ilir Beqia dhe Ogerta Manastiliu. Sidomos Ilir Beqia. Pra, jemi në një situatë që ne ju themi shqiptarëve, këto janë problemet, kryesisht i ka shkaktuar qeveria, dhe këto janë zgjidhjet tona. Për këtë program, për këtë projekt, ne do të votohemi. Ndërkohë që Rama dje foli rreth një orë, dhe për çfarë foli? Për një gjë që se ka ai në dorë. Dëgjojmë nga Arsejta. Ja, sepse nuk dua ta ndërpres. Jo, sepse po flet për të dyja palët, dua që të jemi. Prandaj e mbajta shënim gjatë kohës që Arsejta po fliste, pikërisht për të mos e ndërprer. Tani, me një fjali, fati europian i Shqipërisë në dorë të Edi Ramës ka qenë vetëm një herë, në vitin 2010 deri në 2013. Dhe për një tip që quhet Vangjel Ndreko, që shumica dërmuese e shqiptarëve nuk e mbajnë mend, një ish kryetar i Këshillit Qarkut Fierit, Edi Rama e bllokoi rrugën europiane të Shqipërisë. Ky ishte i vetmi moment që Edi Rama e kishte në dorë, sepse situata gjeostrategjike dhe gjeopolitike e kontinentit ton, e Unionit Evropian, ishte e tillë. Sot ne po flasim, vendet euroskeptike janë shtuar, partitë euroskeptike në qeverisje janë shtuar, mos harroni që Gjermania ka kthyer në pushtet partinë e Hitlerit, mos harroni që Austria ka kthyer partinë atë që quhet e djathtë ekstreme, ndërkohë Franca ka Le Penin në qafë që nuk i hiqet për qamet, vendet nordike gjithashtu kanë të djathtë ekstreme, pra nuk mundet t'i gënjejmë shqiptarët, u themi që ne të fusim Bashkimin Evropian. Jo, në Bashkimin Evropian na pranon Unioni, nuk të fusim ne. Edi Rama ka në dorë vetëm një gjë sot në rrugën europiane të Shqipërisë, të ndalojë korrupsionin e tij dhe të qeverisë tij